Probe, çfarë ndodhi me sezonin e Vllaznisë? Po, them drejtën, ekipi i Vllaznisë normalisht e filloi shumë mirë kampionatin, po ashtu majti gjatë gjithë kampionatit dhe normalisht që kampionati është i gjatë edhe shumë i vështirë. Shohim që konkurenca për çdo vit edhe rritet, edhe normalisht që Vllaznia duhet thonë që deri në fazën e Final Fourit bani një paraqitje shumë mirë, por kishte edhe mundësi të bante edhe më mirë, por ndoshta normalisht duke qenë kampionati i gjatë ndodhin oscilacionet, por përgatitja ndoshta neshët e fundit ndoshta ishte ajo e duhuna, sepse e shohim shumë që pavarësisht se presionit nalt që ka ekipi i Vllaznisë, tifozët e zjarrt që ka gjithmonë Shkodra dhe duke pas parasysh që duhet t'jepesh maksimumin edhe me dhanë maksimumin, normalisht nganjëherë kanë rënë presioni shumë i madh edhe te sportistët, por shpresoj që bëjmë ndryshime sepse duhet mu tregu pak më profesionista, duhet me ndryshu edhe presionin sepse ne po shohim që në fund kampionatit po anim shumë presionin për të dalë kampion. Është një gjë që tifozat edhe vetë klubi pret me një kohë gjatë edhe ndoshta kjo ne kanë edhe më tepër, sepse duke pres një kohë gjatë që ne ekipi i Vllaznisë nuk ka dalë kampion, normalisht që edhe mërzitja është shumë më e madhe. Çfarë roli kishin mungesat në fund të sezonit, profesor? Unë mendoj që mungesat kanë pas një rol shumë të rëndësishëm, sepse prishi ndoshta pak balancat edhe lëvizjen e lojtarëve, sepse për të dashur për të rikuperuar ata lojtarë që ishin për mua lojtarë cilësor të ekipit të Vllaznisë, normalisht që ti prish edhe balancën, sepse kur e formon një ekip duhet me kenë stabil formacioni për gjatë gjithë vitit dhe normalisht që kur ti mundohesh me bërë rotacion me lojtarë tjerë, normalisht që nuk ka me kenë ajo e duhuna, dhe bjen edhe niveli pastaj i stolit rezervave dhe kështu që normalisht që nikunen shumë për mua, edhe ndoshta ishte fati i keq i Vllaznisë që paktën 2 lojtarë më kryesorë të dëmtoshin, si Kastrati, po ashtu edhe Bismarck që doli me një gjendje jo të mirë. Sidoqoftë skuadra ka siguruar për 6 herë radhën si pjesëmarrje në Conference League. Po t'ishim në vitet që e kena pas shumë afër kampionatin e marrën, po t'ishim në vitet ato mas 2001 që kena dalë ne për herë të fundit kampion, normalisht to do t'ishim quajt rezultate të mira, sepse të merres pjesë për çdo vit në kupat e Europës është një gjë pozitive për një klub. Por duke pas parasysh që kanë shkuar shumë vite pa marrë kampionat, ndoshta këtu kanë ndikuar edhe pak ato 10 vitet e oscilacioneve që ekipi ishte në drejtimin e bashkisë, jo për fajin ndoshta të bashkisë sepse nuk ka munguar asnjëherë, ndoshta mbështetja dhe leku, por ndoshta duhet me kenë shumë më të përqendruar edhe për me marrë një rezultat ose edhe për me organizu një ekip. Kështu që ato 10 vite ndoshta e kanë çuar edhe më larg këtë pjesë dhe presioni ka ardhur të rritë. Edhe mendoj se presioni të rritë normal që është edhe shumë e vështirë edhe me arrit aty ku duhet. Po shpresoj që Vllaznia të rrinë ajo që është në mënyrën që të organizohet mirë edhe të jetë në luftë gjithmonë për titullin kampion. Pastaj se sa vështirë ka për të qenë me dalë kampion normalisht që dihet. Edhe shpresoj që një ditë më të afërt ne ta shohim vetin kampion sepse mezisht po e presim. Pavarësisht sezonit zhgënjyes për tifozët, stafi është votbesuar dhe rikonfirmuar deri në vitin 2028. Po ta shohim normalisht për me funksionu një klub mirë është që të ketë projekte të afatgjata dhe normalisht që gjanat bëhen me projekte afatgjata për me arritë rezultate. Edhe unë mendoj që klubi Vllaznia ka bërë mirë sepse duke njoftë edhe ambientin dhe duke njoftë edhe ato që kërkon Vllaznia, normalisht që ka bërë zgjedhjen e duhur sepse janë emblema, figura dhe nin më shumë se çdo kujt tjetër për të vite me drejtu Vllazninë nin më shumë se kush tjetër edhe hupin që ndodhi, po edhe ringritjen e Vllaznisë. Kështu që unë mendoj që Vllaznia do të bëjnë maksimumin për me nejt nivelet në alta edhe për me arrit atë edhe për me kanë gjithmonë afër për me synu titullin kampion. Përpara janë kupat e Europës dhe Vllaznia hyn te skuadrat favorite. Po, unë këtë vit e shoh Vllaznin që e ka filluar shumë shpejt edhe ndoshta vite të tjera ndoshta edhe s'ka ndodhur dhe kjo është gjëja pozitive edhe që më ngro, sepse po shoh se shumë lojtarë që janë kanë lojtarë më kryesorë të ekipit, janë marrë në kontrata dhe normalisht që janë lojtarë që i kërkon ndoshta gjithë Shqipëria, po edhe ashtu edhe jashtë, që kjo është gjëja më pozitive që është në.
edhe mendoj që përgatiten e shumë mirë, sepse Vllaznia ka mundësi që të kalojë turne, edhe shpresoj që edhe kjo të ndodhin, edhe ndoshta do të jetë një ngrohje edhe për publikun që paktën ta heku mendjen për atij titullit kampion që shumë e pritme. Në cilin repart duhet të përmirësohet skuadra për sezonin e ardhshëm, profesor? Po, në një ekip futbollit asnjëherë nuk ka tepër, edhe normalisht që unë mendoj që në çdo repart ka nevojë, sepse po ta shohim nëse në u dëmtu Kastrati, e kishim shtufi o do të më bëj një rotacion që Gurishta ishte në qendër i tretë i mbrojtjes, normalisht do të më kalon krah, por ti ke zbeh një repart tjetër. Kështu që në çdo repart si në mbrojtje, si në mesfushë edhe në sulm, po të kishte disa përforcime që ja vlen, normalisht do të ishte një punë e mirë dhe ekipi atëherë normalisht do të jetë në gjendjen optimale për me përballuar një kampionat. Dhe diçka e fundit për ta mbyllur, profesor, mos ndoshta i shtojmë përgjithësi skuadrës nëse i vendosim sërish me çdo kusht, qoftë edhe tifozëria, titullin kampion për vitin e ardhshëm dhe ndoshta mund ta lëmë që të punojë edhe për pjesëmarrjen në Europë. Jo, unë të them drejtën, sado që ti të munduesh me elan, nuk mundesh me elan sepse egoja edhe si e tifozave, po ashtu edhe klubit normalisht që ti do t'jesh në atë presionin, por ne duhet mu mundu ma shumë me menaxhu presionin se sa duhet me kthy nën pozitive, jo atë negative. Kështu që shpresoj që të fillojmë bëhen e profesionista dhe çdo presion ta marrim nën pozitive dhe ta kthejmë forcë edhe jo ta kthejmë dëbulesh. Edhe mendoj që duke kalu vitet edhe mendoj që ta forcojmë këtë gjë. Unë e kam shumë vështirë me menu që Vllaznia nuk është ekip gjithmonë për pretendent, sepse ashtu ka qenë gjithmonë, por këto vitet e fundit ndoshta presioni ka qenë i madh, por edhe menaxhimi i disa rrethanave ka qenë ndoshta në atëherë kur është dashur me çuat me bajt presionin, ndoshta nuk kena mujt me dëru, kështu që shpresoj duke marrë eksperiencë dhe duke bërë gjën e duan vitin që vjen. Duhet të hiqet Final Four? Për mendimin tim është një gjë që nuk ndoshta është shumë e vështirë me kuptu, sepse disa që janë ndoshta poshtë e dëshirojnë, disa që dalin vend parë normalisht nuk e kanë qejf, por është një gjë që ndoshta për një fazet që ti ndoshta udhëheq tan kampionatin, pastaj një kampionat që është as kryesor për çdo skuadër shqiptare kthehet një kupë, edhe normalisht ne kena thënë që gjithmonë kupa nuk është as e rëndësishme sa kampionati, prandaj ka pas edhe efektivitet tjetër, por ka pas edhe strategji tjetër. Kështu që ta kthesh një kampionat gati si një kupë është pak problem për gjitha skuadrat, por gjithmonë ka me interesu aty në ekipe që janë poshtë. Ndoshta vjet do të na kishte interesu ne, po si mes na ka interesu. Kështu që mendoj që bëhet një kampionat ashtu si e ka garen edhe si ka qenë gjithmonë, që ai që lufton gjithë vitit edhe derisa në gjithë vitit atëherë edhe dalin kampion. Është akoma herë, por skuadrat e sezonit të ri janë skuadrat të traditës si Skënderbeu, qoftë edhe Laçi që ka bërë mirë në 2 dekadat e fundit, pritet një Tiranë e fortë, si e parashikon? Atëherë, unë duke pas parasysh vitin që kaloj me vitin që vjen e shoh një vit edhe më të vështirë, sepse janë skuadra me emër edhe normalisht skuadra që kanë ditë me menaxhu ekipet e tyre, edhe mendoj që ka më bërë një kampionat më i fortë që ky vit që kanë. Nëse si mjet ka pas për ekipeve shumë oscilacione, këtë vit mendoj që s'ka, edhe shpresoj që Vllaznia të jetë e përgatitur edhe të vazhdojë edhe të jetë ajo që lufton gjithmonë për titullin kampion. Faleminderit. Faleminderit.